Kemi një frymë destabiliteti politik në Kosovë, disa ngjarje të cilat ndodhin njëra pas tjetrës dhe për të marrë një panoramë më të plotë dhe për të kuptuar më mirë se çfarë është duke ndodhur, do të kemë në një lidhje të drejtë për drejtë Skype në këtë moment zonjën Afrodita Malishi, analiste nga Kosova. Zonja Malishi, ju përshëndes, faleminderit që jeni me mua. Mirëmëngjesi, faleminderit edhe juve. Për te çdo diskutimi tjetër, besoj ajo çfarë ka marrë vëmendjen e të gjithëve është dorëheqja e Kurtit. Ta kuptojmë pak për çdo qytetar që ka pikpyetjet e tij në këtë moment. A ishte ky një hap teknik apo diçka tjetër? Jo, realisht ishte një hap teknik, po ishte një hap i vonuar, sepse Kurti ne si qytetar jemi njoftuar, por edhe deputetët e rinj të Kuvendit të Kosovës janë njoftuar me dorëheqjen e Kurtit në ditën e Kuvendit, me 15 prill, kur është thirrë seanca konstituive e Kuvendit, dhe kjo pastaj ka ndikuar edhe ka sjelllat problemin që ishte mos konstituimi i Kuvendit për shkak se deputetët e opozitës nuk e kanë marrë si të mirëqenë për shkak se ligji për qeverinë thotë që një antar i ekzekutivit, domethënë 26 i ligjit, një antar i ekzekutivit duhet t'i jap dorëheqjen në momentin që merr pozitën e deputetit dhe një ditë para certifikimit të zgjedhjeve. Dhe kjo nuk ka ndodhur, opinioni publik nuk ka qenë i njoftuar që kemi pas një dorëheqje as të Kurtit, as të ministrave të tij, kështu që opozita e ka bllokuar votimin e raportit për imunitetin e deputetëve. Edhe ka ndodhur që të kemi një blokad të institucioneve. Sot kemi një kuvend të ri, kemi në ora 12 seancën e re, dhe do shohim çfarë do ndodhë, por si të qoftë, unë besoj që opozita do të tërhiqet nga vendimi vet, për shkak se ata thonë që ka drejt, por ky është një rast që të shohim se a i ka Kurti votat apo nuk i ka. Në seancën e kaluar pam që Kurti nuk ka arritur ende të ketë gjatën i vota, sot është edhe një test tjetër që përveç se shohim a do të konstituohet Kuvendi, është shumë e rëndësishme që do na jep një pasqyrë a ka arrit Kurti me bë gjatën e vota për me bë edhe qeverinë pastaj. Zonja Malishi, duke parë zhvillimet aktuale në Kosovë, besoni që do të ketë një rikthim të Kurtit si kryeministër? Unë me dëshirë do kisha pas qef të kemi një qeveri të opozitës për shkak të keq qeverisjes në 4 vitet të fundit dhe mënyrën e si Kurti dhe qeveria tij kanë ndërtuar marrëdhëniet me partnerët tanë ndërkombëtar që në një farë s'ka ndërtuar hiç, kemi qenë të izoluar për shkak të sjelljeve të Kurtit dhe kjo na ka ndikuar sepse na jemi një shtet i vogël, shtet në ndërtim e sipër, kështu që nuk kem luksin mu prish me shtetet që kanë investuar edhe në çlirimin edhe në shtet ndërtimin e tonë. Mirë po, të pas parasysh se opozita nuk ka gjetë deri më tani një gjuhë të përbashkët dhe të delë dhe të thotë që po, ja, na i kemi numrat, pastaj ligji ja jep të drejtën në momentin që Kurti nuk arrin mi bë gjatën i vota, presidenti është obliguar që ta dërgoj te i dyti të drejtën e konstituimit të qeverisë. Por opozita nuk e ka bërë këtë për shkak se kemi pas një farlloj vendimi apo stoicizmi të lidhjes demokratike të Kosovës, e cila doli dhe tha që unë do rri në opozit, ose do futem në qeveri me opozitën nëse me një kusht ma jep pozitën e kryeministrit. Kjo pastaj ka prish edhe ato matematikat dhe si duket nuk ka pas një mundësi për një koalicion. Shto këtu si zërat janë shumë të mëdha që partia Limaj që i ka tashmë 3 deputet dhe që ka qenë në koalicion me Aleancën për Armërinë e Kosovës, do t'i bashkangjitet Albin Kurtit. Kjo e pa mundson krijimin e një qeverie të opozitës dhe ja mundson Kurtit me i bë gjatët një numra në një moment të caktuar. Nëse Limaj përfundimisht shkon në anën e Kurtit dhe që
Pa ditë në kuvend ne i pam që ai votoj, 3 deputetët votuan, siç votuan deputetët e vetëvendosjes dhe ke një par lloj sinjali që ka mundësi të bashkangjitet vetëvendosjes pavarësisht se ende kurrë nuk ka zyrtare, njerëzit po folin që kanë marrëveshje, por zyrtare deri në këto momente nuk kemi diçka nga asnjë tabor, as nga vetëvendosja, as nga nisma partia Fatmir Limajt. Është e rëndësishme në fakt të flitet edhe për imazhin e Kosovës, ju e përmendët është një shtet i ri, një shtet që po ndërtohet, një shtet që po zhvillohet çdo ditë e më shumë dhe po përpiqet të rritet, dhe kjo është e natyrshme dhe më së kuptueshme. Megjithatë, koha e stërzjatur e numërimit dhe rezultati, besoni që ka pasur një ndikim në imazhin që ndërkombëtarët kanë tashmë për Kosovën? Fatkeqësisht imazhi i Kosovës në këto 4 vite të fundit ka ndryshuar në syrin e ndërkombëtarëve, pikërisht për shkak të mënyrës se si është qeverisur vendi dhe si nuk është bashkëpunuar me ta. Ne kemi pas një bashkëpunim shumë të thellë me partnerët tanë ndërkombëtarë dhe Kosova në vendime të rëndësishme pothuajse është dakorduar dhe është këshilluar nga partnerët tanë siç është Amerika. Në këto 4 vite nuk kemi pas një diçka të tillë. Kurti nuk ka preferuar as të marrë këshilla nga Amerika. Ne kemi pas një kohë kur pothuajse çdo javë ambasadori amerikan dilte në konferenca për media edhe japke sinjale, këshilla, ka pas raste kur ka thënë, kur na kanë marrë mesazhe që populli amerikan, domethënë qeveria amerikane nuk pajtohet me qeverinë, po ajo është me popullin e Kosovës, domethënë është krijuar një imazh jo i mirë. Pastaj, çka ka ndodhur në zgjedhjet që ishim me nënshkurt, për herë të parë ne shohim një dështim dhe të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kjo që krijon atë e dëmton sërish imazhin e Kosovës, për shkak se në këto vite, që pas luftës, Kosova ka qenë një model i mirë për organizimin e zgjedhjeve demokratike. Ne kur u bora 10 ose 11 e mramjes, ne kemi kuptuar kush i ka fituar zgjedhjet. Tash, ne e kuptuam kush i fitoi zgjedhjet, po mënyra se çka ka ndodhur me numërimin, me zvarritjen, me shpalljen e rezultateve, gjithçka është vonu për një qëllim. Domethënë me i lënë Kurtit hapësirë që me pas mundësi me i bë numrat, sepse Kurti nuk mori ato që deshi, domethënë nuk i mori 500 dhe nuk e patë mundësinë të i bëj vetë qeverinë. Dhe u zvarrit procesi i numërimit, procesi i komplet, procesi zgjedhor deri në ditën e certifikimit të zgjedhjeve. Kjo nuk ka qenë një imazh i mirë, për herë të parë kemi pa edhe kur është ra paqja e KQZ-s dhe çuditërisht në ditën e zgjedhjeve kur ka ra paqja e KQZ-s nga sistemi, rezultatet që janë publikuar aty janë në favor të vetëvendosjes, pavarësisht që partia vetëvendosje është munduar që ta bëjë si një sulm nga Serbia ndaj webfaqes së KQZ-s, megjithatë atë që kemi parë ne ka qenë që në faqe janë shpallë rezultatet në favorin e vetëvendosjes, jo në favor të dikujt tjetër, dhe kjo pastaj ka shtuar të gjithë dyshimet se çfarë po ndodh aty. Pastaj, sa i përket imazhit, ne kemi shumë raste të tjera kur Kosova është dëmtu imazhi i Kosovës në sytë e ndërkombëtarëve. Kemi momentet kur vetë kryeministri Kurti nuk respekton organet e drejtësisë dhe kjo pastaj bën tituj në mediat ndërkombëtare kur kryeministri thirret me dëshmu për një rast korruptiv këto në Kosovë, si dëshmitar dhe kryeministri nuk pranon me shku, thotë hajde një zyre dhe merrni në pyetje, dhe ka shumë faktorë që ka diku që imazhi i Kosovës të mos jetë më i njëjtë siç ka qenë 4 vite më parë. E qartë. Unë i falenderoj shumë për bisedën, mund të ishte një tematikë në cilën mund daleshim besoj për orë të tëra, megjithatë urojmë që edhe pse është gati e pashmangshme, mos të ketë një rezonancë në Shqipëri e gjithë kjo situata politike polarizuar në Kosovë. Falenderoj edhe një herë Zonja Maliqi dhe ju uroj një ditë sa më të mbarë në vijim. Faleminderit edhe juve.